Qëlloi me pistolet lodër mjeke në QSOT dhe përplasi disa automjete, ja çfarë u gjet në banesën dhe makinën e 42 vjeçarit. Policia e Tiranës ka vënë pranga një 42 vjeçar pasi ditën e dieshme ka rrezikuar jetën e punonjësve të policisë duke përplasur 3 automjete të tyre me automjetin që drejtonte. Gjithçka nisi pas një incidenti të raportuar në QSOT rreth orës 9. Gjatë tentativës për t'u larguar nga spitali, 42 vjeçari qelloi me një pistolet me gogla një mjeke. Njoftimi policisë. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë numër 4 arrestuan shtetasin e V, 42 vjeç, pasi ditën e dieshme ka rrezikuar jetën e punonjësve të policisë duke e përplasur 3 automjetet e tyre me automjetin që drejtonte, ku si pasojë u dëmtuan le 2 punonjës policie të qarkullimit rrugor. Ka qelluar me pistolet lodër një mjeke të QSOT-s si dhe ka kundërshtuar me dhunë një punonjës të SHPSF-s. Gjatë kontrollit të banesës dhe të automjetit të tij, ju gjetën sasi municioni, armë zjarri dhe armëgjahu, armë të ftohta dhe pjesë përbërëse arme.